Motocikletat elektrike kineze po fillojnë popularitet në tregjet e huaja për shkak të rritjes së çmimeve ndërkombëtare të naftës të nxitura nga konfliktet gjeopolitike. Një kompani bicikletash elektrike në Kinën Lindore po garon me kohën për të përmbushur porositë e eksportit. Kohët e fundit, vëllimet e porosive janë rritur ndjeshëm. Vetëm në mars ne eksportuam më shumë se 6.000 bicikleta elektrike dhe në prill do të dërgojmë mbi 7.000 njësi. Porositë tona të prodhimit janë planifikuar tashmë deri në korrik, tha Liu Du, zëvendës drejtori i kompanisë. Një person përgjegjës për një kompani motocikletash elektrike në Kinën Jugore tha se inventari i saj në tregun azis juglindore është pothuajse i shitur dhe kërkon rimbushje urgjente. Shumë kompani të tjera të motocikletave elektrike në qytet raportuan se që nga fillimi i marsit, çmimet në rritje të vazhdueshme të naftës kanë rritur si kërkesat ashtu edhe eksportet e motocikletave elektrike. Që nga marsi, kërkesa për porosi për motocikletat tona elektrike është rritur ndjeshëm me 30% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, tha Zhang Linking, menaxheri i departamentit të tregtisë ndërkombëtare të një kompanie lokale të motocikletave elektrike. Në mars të këtij viti, ndërmarrjet prodhuese eksportuan bicikleta elektrike, motocikleta dhe pjesë këmbimi me vlerë rreth $3.6 milion, një rritje vjetore për 1.4 herë, tha Li Win, kreu i seksionit të mbikëqyrjes së doganave Gaosha. Konflikti në Gjirin Persik kanë shkaktuar mungesë të gazit të lëngshëm dhe naftës në shumë vende për shkak të reduktimit të trafikut detare përmes rrugës kryesore të transportit të naftës, ngushticës së Hormuzit. Mbyllja e rrugës detare ka rritur tashmë çmimet globale të naftës.